Atëre, për mendimin tim, kjo ishte ndeshja, një nga ndeshjet më të mira që ka bërë kombëtarja jonë në epokën Silvinjo. Ne kemi bërë ndeshje edhe akoma, okej, kemi bërë ndeshje me Polonin, me Çekin, kemi bërë ndeshje dhe në parë kur u kualifikuam në Europian. Ndeshje shumë mira, po ky ishte një takim që ekipi ynë kishte shumë grind, ekipi ynë u fut me shumë shpirt dhe zemër në fush, dhe normalisht u arrit dhe kjo ndeshje. Unë e kam thënë, bashkë kemi qenë këtë studio ku e kemi thënë ndeshjen e parë. Çfarë i mungonte Shqipërisë ndeshjen e parë të bënte më shumë? Por normalisht duke pas përballë një kundërshtar shumë frikshëm me një ekip, me një skuadër me mbi 1 miliard euro futbollist, ku ne dim Bellingham 180 milion, Stones apo Saka e gjithë mbi 1 miliard euro është totali. Dhe kombëtarja jonë nuk e ka 80. 60 apo 70. 80. Okej, 70 ca. 80 Mos është me këtë listën e fundit të marrë një lojtar kështu cilësor. Jo se mund që nuk ishte, kështu që ne shkonte Ideja është ne jemi shumë krenar për të, kjo është jo vetëm në si folklorizëm, por në të vërtet duke parë performancën e futbollistëve tanë të ekipit tonë kombëtar në fush, ne jemi shumë krenar me këtë arritje. Nuk e besonim kur morëm atë barazim me Lituanin 1-1, atje dhe menduam që tani i mbetëm, por për fat mirë dhe për merit të ekipit tonë kombëtar, për merit këtyre djemve, bravo i qoftë që ne kemi arritur në këtë fazë, jemi në play-off dhe me këtë, unë jam i bindur që me këtë lloj strukture që ekipi ynë kombëtar ka, dhe pse shumë prej futbollistëve tanë nuk luajnë në formacion bazë në ekipet e tyre, prapë kur vinë këtu japin shpirtin fush dhe ndeshja sot me tregoi këtë gjë. Se normalisht është dhe përballje që aty kjo është ndeshje vitrinë. Edhe gjithë njerëzit e sportit dhe gjithë të tjerë dhe dinë që në ndeshje vitrinë normalisht ata luajnë edhe për veten e vet, për të kapur kontrata më të mira, për të dhënë më të mirën e tyre, sepse nesër pas nesër erdhi markatori janarit dhe nëse edhe për këtë unë jam i bindur dhe kolegët mund të plotësojnë që nëse lojtarët tanë do kishin fanellat e Anglisë në shtëpinë, pra do ishte kundërta, ata që nuk do i njihnin, do mendonin, po themi po ti shikoj kështu vizualisht, por të ishin fanellat e kundërta ose pa emra, do mendonin që këta në Anglia, pra deri minutën e 74.